Dashur mi, kemi koncert sot. Koncerti bëhet tu. Koncerti shqiptar. Hadi, ku jeni koncerti? Generata Alfa. Generata Alfa. Sot ka koncert. Sot ka koncert. Shqiptarët do vinë sot këtu. Kurse ato kinezët do shkojnë sot atje. Kashar. Ato të revolucionit kulturor kinez janë Kashar. Kurse shqiptarët janë këtu. Kap në i tjetër blaj. Qa berde. Ta u lam ti. La faq ka s'ka po njerëz. Qite ta shike Facebooku. Tu i s'ka nar njerëz. Po të janë militant partije më bla. Se dalin rresh për një. Tu kush ka qef del. Ka punë, është plazh, nuk del, ka që shumë të thjeshtë. Ka rëndësimi ne. Kemi koncert sot. Ua, qa mega luksi sot, një shfarë. Shqyve kanë lidhët e? Shqyve s'kena, shqyve kanë lidhët. E kanë lidhët këtu që ngejti këtu. Shumë. Qeni tërbum, është qeni tërbum. E bukur e kanë bërë, kanë qasas. Super sken. O kapter, ke shesh gjërimit sot. Kam po super shesh gjërimit sot. Mega lux, mega lux. Qemi që kur t'vinë ato të rupi atë. Energia depois, mano. Dita 22. Diga, është gërë diga të ashti. është gërë diga atje. Ke Ramallari aty. Aty më lidhen. Ramallar, aty më lidhen njerëzit. Që ti fotografosh ti para se ti në tu. Edhe ti qizësh policat pastaj ti vejnë gjoba. Dashurmiq, kontrolloni atë i Albanian. Qa i Albania futu një ke posta shqiptare. Se ju kanë mytë gjoba juve që vinin protest. Nuk kanë vonë gjellë gjoba. Që e vonë një gjobë njoni Underi. Pseudonimi Underi. A i kishe vonë gjobë Underi. Se një këpara Underi. Edhe qa bëjnë, vejnë gjobë edhe së të lemrën. Vejnë gjobë edhe së të lemrojnë që t'ysh në borqa. Që t'morin t'lek edhe me fajde. Shtetë që t'me lek me fajde një fajde një. Toni u të që fajde gji. Tëm fajde, këto kanë cilë institucionet me fajde, imagino. Se këshu lekët me fajde i kanë këshu to problem. Të edhe me lekët me fajde punaj. Ta për lekët në i që kujë si bëjmë reklamë. Për shkëm i vejnë e gjopë të bërë të Të i thonë, financoti e zhurmën, e mysin me gjoba. Janë të me parë.
Janë të fare, janë të papam fare, papam. Janë të dodi në rrët. Vend gjoba për qeprës, stijen fare, ma krimur sistemi nuk. I meto qarqaf. Shoh una, me pagu këposa, doli 1 metër doli e fatura. Se, ishë vetë gjoba, ishë edhe fajter. Majnë fajter të, për vënesë. Po që që fare. Po ma e bukur është vetëm kur kam filluar protesta. Do patronazhistat. S'ka dhe plem. Nuk kanë ku të shkojnë. Që i kemi në përderë, në kemi ligjërisht. Se ka shkel ligjë. Oni kujdes, kontrolloni ato. Kontrolloni se mos keni gjoba. Edhe keni gjoba, mi postoni aty. Që të qovi motivacionin. Edhe se ka i kleçka aty punë VKM-je, ca e vejnë, ca se vejnë. Aty ke mund ishte njoni, a i kështë vonë atë VKM. Gjaqë se ka pa do të me tonë unë hiki. Unë eci me 200 orë në për Tiranë, shumë. Edhe nuk marim do të mua ato, edhe mbejnë gjobën, VKM-në aty, me arsuetimin, edhe i gjaja mregu me shtetin. Njoni që ishte, pa shumë, kopil me letra shtjesh. Dali. Dali. Po. Njoni? Kurse 2 tjerë ishi kështu delitant, se kështë bona të VKM-në. Nuk e di se do arsyetojnë ati ka më pëja, nuk e di. Ba jo mo, lemës dhe kritika, sot këna fest. Simon, jo sot me kritika. Se fillojmë me kritika ditë hone. Sot kemi fest, do festojmë. Do dalin artistat, do përtojnë. Amo kena dhe nevojë ka 22 ditë pa ndu. Se shkojmë shtëpi, shtremi të vdekur. Ndodhja. Ka një kupto ka mu sa u lodhën këto. Do ka më manë televizorë. Do kanë përdiqme. Me qësa ta vojnë vetëm punën. Nëse ne e kena dërturë me gjithë emocion. E folmja e gjithë. Ka një kuptoj profesorat. Qavi qim. Ma një mend që t'ja mësuset nga doshin, nga doli zëri me juve, na i qatë më shkri, do zha qatë më tonë. Dhe ne poqëm këtë ka, ne mojmë më në i zhëm. Dhe vetëm doshim e nëzirë zonë, gjithit. Do të një që ka e vështirë. E poqë shumë, erdi uragani. Si sa të mirë janë me dashuri, janë dashuri në vete. Kajt hajduka ju! Roma, Amerika! Komandant, ka dalë qitë pensionista tu. Kemo vota. Generatën Alba dhe pensionistat i ke këtu. Ta shi, të vota më, do morë vetëm në të rroku të shi.
Ja, erdhën. Tani ju që jeni në për shtëpia, keni parasysh nisuni tani. Se unë des burra. Unë des burra. Nisuni. Mos rini në për shtëpia. Do të ty në mes to pensionista, to komandant, do të ty në mes. Do me të kap to. Hey, t'ju bëj pyetje. Ju gjeneratës Alfa. Me pas ramën ku çaj boni? Ramën me pas Gjohe. Kapshin të lindshëm. A e kuptonër, pensionista ty që du më bosh. Ua. Da që vëj, e du më pensionista të dhe. Dojnë dhe pensionista të lojtë. Hajde ju nga shtëpia, bashkoheni me grupin. Ec. Kaulanti, Erioni, ti ku elektorati, i pensionistat i ke këtu. Tashi keni vetëm patronazhistat, si do i ndani votat? Revolucion! Pensionistët mbështesin gjeneratën Z dhe gjeneratën Alfa. Ah, bom.
Don't be my Përshëndetje të shitëve, jemi në festën Spotfather, qytetare që proton Shqipëria Demokratike. Dua të nis me një falënderim për punonjësit e medias, për punonjësit e terrenit që nuk formojmë dot shoqëri, që nuk organizohemi, që nuk revoltohemi dhe që nuk ja dalim dot të bëhemi bashkë. Për 36 vjet na vodhën, na dhunuan, na rropatën, na la parësim dhe na quajtën kriminal. Ajo që ka ndodhur për 36 vjet u përbys në 42 ditë. Në 42 ditë, shoqëria shqiptare doli në rrugë më shumë se kur, të gjithë së bashku në solidaritet. Në 42 ditë, shoqëria shqiptare tregoi se jo çdo popull meriton qeverinë që ka. Shoqëria shqiptare nuk e meriton Edi Ramo kryeministër. Në 42 ditë, shoqëria shqiptare tregoi se nuk e meriton Belida Ballukun zot kryeministre. Në 42 ditë kemi treguar se jo vetëm jemi qytetarë të mirë dhe qirë, po se dim të artikulohemi politikisht, se mund të ndërtojmë një shoqëri të re, një Shqipëri të re, pa hajduk në krye shtetit. Ka marrë lejën e lusa se e kam 7 muaj që shtatzën. Do dha lejën të pisot, të shpërimit. Është bërë tashmë më se e qartë se në vizionin e zhvillimit të këtij parlamenti dhe të kryeministrit ton ka qenë një Shqipëri që mban emrin e një njeriu dhe jo të një kombi. Publikimet e The Albanian Files kanë ushqyer bindjen se projektet madhore nuk janë kurrësi të menduar për brezat, por vetëm për pushtetin. Jo për qytetarët, por për individ të paracaktuar. Me pak fjalë, po ndërtohet jo një Shqipëri për shqiptarët, por një Shqipëri kur shqiptarët bëhen të tepërt. Ndoshta kryeministri mendoj se ndërsa vendi zbrazet dhe shpresat turret, ne do të vazhdonim të përcjellim ngjarjet nga Facebooku dhe nga YouTube-i, si spektator të një shfaqje që nuk na përket. Ai duket se ka harruar se pushteti
nuk është pronë e qeveritarit, por amanet i qytetarëve. Dhe se popujt nuk u atërsojnë lirin e tyre e qeverive, por vetëm administrimin përkohshëm të saj. Ky birja Mzait duhet të di një mësim që historia u apërsërit të gjithë pushteteve. Mund të friksosh një popull për një kohë, por nuk mund t'i marrësh për gjithmonë kujdesën dhe dignitetin. Për sa kohë të ketë shqiptarë që e duan atë dheun më shumë se ratin e tyre, Shqipëria nuk do të pranoj kurrë rikthimin e një diktati. Shpakorimni apo tek kur që ai të sjell të vesh. Ne të gjithë jemi pasardhës të një historie që na mësoi të qëndrojmë në këmbë edhe kur koha na kërkon të gjysojemi. Zbatopi në parë të kërkesave të shpallura nga ky shesh dhe jep dorëheqjen. Dorëheqjen! Shqipëri do i qofë së fal! Mos hersh të rinir, apo të pret syrin kjo shkreti e tokës, a të dhim se të vetja rrugëve të botës. Shpirtja të digjet për tokën shqiptare, kur i vën çmim, me të bëjmë pazare. Fol, mos hersh të rinir. A nuk po e shes sa shumë padrejti? Padrejti e egër nga lojra pushtetarësh, që s'do ditë bret ëndër e shpret bashkë moshatarësh. E i huaj metesh në vendin e fëmijërisë. Nuk e ka përdirë kafshatën e varfërisë. S'do ditë për pëllishtesh për ëndra utopi, që s'qenë realitet. Sa fatkeqësi. Fol rinir, fol pa frikë, mos lejo pushtete as politik, të frengos dëshirën vullnetin e lirë, të spavëroj në jetën shkret të tirë, vetëm për dëshirë të njerëzve të sëmurë, që për demokraci shërbejnë diktaturë. Do stisni tryeza të oligarkëve, e luajnë teatro me hallet të Shqipërisë, me mbledh të shpirtit fol rinir. Se mjaft durove pa drejtësi, në vendin tënd ku do e tregoje takun, rrugëve të bombës askush nuk ka merr gjakun. Se në vendin ton nuk ka interes, nëse dikush lind, pritet apo vdes, nëse dikush është pa punë, banaja del dot, ditët si i shtyn, a ka qatim mbi kokë. Nëse ëndra ka, si i thon njeri që kërkon të drejtën e tij, me zë patriotizmi moj rini e ho, nga padrejtia njerëzore, të ardhë me shpëto! Sa herë di Shqipëri ka të Sovjet, nuk ka ujë, që Shqipëria është veni dytë, Europë, për me të kur ujë për lëpë për njëri, pas Irlandës edhe ne s'kena ujë. Irlanda nuk i po njëse dhe vetë që pagun ujë. Ty vetëm për të dhe që ujë është qërë prezore për të tesën, që ujë është qërë prezore për të tesën. Jurati fundi! Vetëm për të qohë që në përshpia tonë nuk kemi apohen ujë i visë të qashtën, kjo dojtë të vizin ajo fabrike që është kull atje, që është kull e shqipe mastisht e po qiku kjo, do shkujt popullit ta mori sfarë, më sërit ta hudja një një. Po është Roma! Po të Shqipëria! Shqipëria! Rama në burë, të 120 parlamentarë kush ka vjetur ataksat e botit të qitë në burë. Edhe të vetë shumë qepi që shqiptarët e brëndë nuk ka më demokrat
demokrati të tyre, ose demokrati të shtypur në të si ta qoftë, edhe e pak se jemi në pak e kulturarë, nga jugu në veri, jemi shqiptar të gjithë, pa dalim peje, pa dalim qyre, pa shnologje, duhet jemi të gjithë bashkë për të drejtat e popullit tonë. Ju falenderoj dhe ju përqafoj gjithë. E njerëzve të lirë! Gjithmonë ka pas deri të flas tur para njerëzve me shumë dignitet. Po këtë radhë kam dedikuar një letër që i dedikohet vetes time dhe secilit. Prej ne shpresoj që ta gjeni veten këtu në të letrën time. Të dashur shqiptar, ky është një nga nderet më të mëdha të jetës time të qëndroj sot para jush. Këto ditë kam parë në sytë tuaja diçka që për shumë vite i dukesh sikur ishte humbur. Ka parë shpresën që po kthehet. Ka parë forcën e një populli që guan nga vllajtja dhe sakrificat. Ka parë buzëqeshjen e njerëzve që kanë duruar shumë. Ka parë zemra që rajnë bashkë në një mendje që bashkohen për një qëllim të vetëm. Një Shqipëri me dignitet, një Shqipëri me drejtësi, një Shqipëri ku askush mos të ndihet fitari dorës së dytë. Një Shqipëri ku tjersa e njeriu të ketë vlerë, një Shqipëri ku fëmijët të mos rriten me ëndra për të larguar. Një Shqipëri ku fëmijët të rriten këtu, në çdo vend. Në vitin 1991 ne nuk rrëzuam vetëm komunizmin. Ne nuk rrëzuam vetëm në një regjim, ne rrëzuam frikën, ne rrëzuam heshtjen, ne i treguam botës se shqiptarët mund të jetë varfër, mund të jetë lodhur, mund të jetë plagosur nga historia, po kur nuk pranoj të jetoj pa dignitet. Ne pite një populli që ka kaluar pushtime, lustra dhe sakrificë. Ne jemi pasardhë të njerëzve që mbrojtën gjuhën kur nuk ishin shtet. Ne mbrojtën flamurin kur nuk kishim ushtrim. Që mbrojtën identitetin kur nuk kishin institucione. Jemi një popull që ka mbijetuar sepse ka pasur në shpirtin e tij lirin. Dhe ky shpirt jeton ende, jeton në malet tona, jeton në qytetet tona, jeton në familjet tona. Prandaj, të dashur motra dhe vëllezër, kjo protestë është shpirti i lirisë. Dhe ne këtu kërkojmë jo thjesht tërheqjen e një kryeministri, po ne kërkojmë largimin e klasës politike që ka mbajtur peng për 35 vjet. Bravo! Bravo për Berisha! Bravo për Berisha! Bravo për Berisha! Bravo për Berisha! Zoti ju bekoj, Zoti bekoj gjithë shqiptarët kudo që janë, diasporën tonë të mrekullueshme, që gjithmonë ka marrë më të mirë prej nesh, por ata zemrën e kanë këtu mes nesh. Ju falenderoj nga vlerë. Shive, drejt për drejt nga Amerika. U lidh Shqipëria me një spektakl. Ka 32 ditë që nuk lehet me protestën. Qa spektakli, drejt për drejt me një jurgu. Falenderoj të gjithë shqiptarët e diasporës, edhe shqiptarët që janë mbledhur aty në mes të Amerikës, në mes të New Yorkut, për të protestuar për ne. U lidh me një jurgu. Kjo të thonë, O Gazo! kjo të thonë që jemi pak. Atëherë, O Gazo! kjo të thonë që jemi pak. Ku je O Gazo? Se na sulmojnë, se na kërcënojnë, se duan të na heshtin, se na përgjojnë. O Gazo, nuk po të qëmë! Sepse e kam kuptuar që kjo nuk është më vetëm të protestë. Kjo është përgjegjja e popullit që po zgjohet. Mashallah. Ata kanë votat në parlament. Ne kemi të vërtetën këtu në shef. Ku je, mo? 60 votës. Duan të thonë që jemi inferior,
Atëre! O Zigjene, ku je? Zigjene, Sepse kur populli ku je o Zigjene? pushtetarët rinë në zyra! Shqipëria! Ta Ulandi! Revolucion! Shqipëria! Kërkon! Revolucion! Shqipëria! Ta Ulandi, ku je? Shqipëria! Kërkon! Revolucion! Shqipëria! Kërkon! Ta Ulandi, ku je? Kërkon! Revolucion! Erioni, ku je Erioni? Erioni, Kur po vija sot është treni sofaqe se s'kisha hëngër gjithë ditë, po ishte rritur shumë çmimi nga ato Keni Westit. Ishte mbaru mishje dhe pitja se merrni doppio pite. së vllajja gjithë. Na kanë bërë një super nder sot ata që kanë shku atje. Disa janë edhe urdhëruar me shku me zor, sepse do ja marrim listën e emrave dhe kur të vi Shqipëria e lirë, do bëjmë një ligj, do ta quajmë ligji sufllaqes dhe do i dërgojmë që në një disput. Po kur nuk do ju japim sufllaqe, kjo është e sigurt. Edhe Tirana nga ka bërë një super nder se nga ka thënë mundësinë për të bërë një dosje tjetër për ta quar spak për 4 milion euro. 4 milion euro të dhënë kompanisë Red Cloud, kompani që organizon gjitha tallavat e kësaj qeverie, kompani që Baqanaku i njërit prej oligarkëve që ka ndërtuar hecet Shqipëri, ka marrë dhe tokën atje që e kanë edhe pa leje dhe pa kontratë. Një arsye më shumë për ta quar spak dhe këtë kompani, gjithashtu Vasil Naçi ka dhe toka Zvërnes. Pra çdo gjë lidhet shumë mirë, sepse kjo është qeveri e Tallavas, qeveri që do arrestohet, qeveri që do japi dorëheqje. Roma jepe dorëheqje. Keni West, ky është festivali më i bukur. Do bëjmë një kontrat që është tu në shesh prej 22 ditësh me ne, që të përshëndetin turmat dhe këndoj për ne, shumë më bukur të shpo këndojt ka Casa Italia. Bravo! Qëte. Bravo. Jepi. Ta Ulandi, ku je? Qesë mbrojnë në Shqipëri e lirë! Erioni, ku je? Gazi, ku je? Shqipëri e lirë! Jepi. Shqipëri e re! Kam dëshirë të këndoj një gjysmë këngë që titullohet Shqip. E kam bërë para 2-3 vitesh kundra këtij sistemi dhe do e kuptoni vetë çfarë do të thotë në refren. Pastaj dua ndihmën tuaj sepse do këndojmë bashkë parullat e protestës. Opa! Ka një këngë se ty të bukur në botë, kur një lidhë në pasima, kur ka e të forë. Ka një këngë se ty të bukur në botë. Jemi lajtë që duhet prej pak mikrofonin, më shumë mikrofonin.
Mikrofonin e zërit, faleminderit tekniku. Edhe pak, të lutem. A ka një rrugë këtë rrugën në botë, mi tjeli për a ka zhmani që po I bëj një honë, në të shkuar I gjenjani që unë rëshpat më honë, që shvëndi janë, është vëndi mirë, është vëndi keqë, kush e bina shumë mendime që s'përhodhen, që nga jogu në veri më mirëshin, shfrando dheri dhe pragu jo ti I derës, kush e throdi këtë fjali I buri, kush vaj të ti atër më mirë, shkum dhe shiti ku të gjesht të njashmi dhe se shqip, nuk do flasi. Nëse jeta kene më shumë para, kujdes të mos pendohesh për pjesën që fitove në këtë vend ku I vetëm nuk ecet për para, nëse nuk shetë mirën dhe plati që ti ke shtra. A kam të drejtë të them që nuk kam të drejtë të pretendoj nga politikanët atë që nuk bëjmë vetë. Nuk bënim asgjë që nuk na jep të garanci. Asgjë që nuk na jep të garanci, por tani kemi ndryshuar. Tani jemi të gatshëm për të vepruar. Shqipëria Duam në Shqipëri normale, Shqipëria që të gjithë të bashku duam në Shqipëri normale. Shqipëria kërkon revolucion! Shqipëria kërkon revolucion! Shqipëria kërkon revolucion! Shqipëria kërkon revolucion! Rama jepet dorëqe. Rama jepet dorëqe. Edhe Sala jepet dorëqe. Megalu! Sala jepet dorëqe. Nami! Ka dhe nga ata që janë të nevrikosur, dhe fillojnë të shajnë, të pëngosur. Ka dhe nga ata që janë të inatosur, dhe fillojnë të shajnë, as pak të pëngosur. Pritera më se po vjen, Olegen, pritera më se po vjen, Olegen, pritera më se po vjen, Olegen, pritera më se po vjen. Se po vjen, Alën se po vjen, Rama, kun! Berisha, kun! Rama, kun! Ose papá, comandante! Ka dhe nga ata që kanë imagjinat dhe fillojnë të thonë, o palloshi gjatë. Ka dhe nga ata që kanë shumë imagjinat dhe fillojnë të bëjnë rima. O palloshi gjatë, tuna ke ditena. O palloshi gjatë, tuna ke ditena. Palloshi gjatë, tuna ke ditena. Rama jepet dorëqe. Rama jepet dorëqe. O Gjaxhi Rama, po ikët kur I vreu se na shmene. Në bëj një nder, asgjë personale me ty, kur mund t'ishe ti, mund t'ishe dikush tjetër, shqiptarët do zgjohen që një ditë. Për një falës,
Mere kur dolen. Edhe s'ka akullore. Tjetëri çfarë keni bërë Shqipërisë pas 5 vite. Dhe nëse ju nuk largoheni, do jenë trinia që ka për ju të buar. Gjenerata të! Parini nuk ka Shqipëri, Parini nuk ka Shqipëri, Parini nuk ka Shqipëri. Parini nuk ka Shqipëri, Parini nuk ka Shqipëri. Diaspora është me ne, Diaspora është me ne, Diaspora është me ne, Ta ulen! Diaspora është me ne, Gazi, Erioni, Taulanti, Jepi, Biz! Diaspora është me ne, Diaspora është me ne. Për Shqipërinë e mbar, për Shqipërinë e mirë, për Shqipërinë e të gjithëve Biz! Dashur mi, kemi koncert sot. Koncerti bëhet tu. Koncerti shqiptar. Hadi, ku jeni koncerti? Generata Alfa. Generata Alfa. Sot ka koncert. Shqiptarët do vinë sot këtu. Kurse ato kinezët do shkojnë sot atje. Kashar. Ato të revolucionit kulturor kinez janë Kashar. Kurse shqiptarët janë këtu. Kap në i tjetër blaj. Qa berde. Ta ulamti. La faq ka s'ka po njerës. Qite ta shike Facebooku. Tu i s'ka nar njerës. Po të janë militant partije më bla. Se dalin rresh për një. Tu, kush ka qef, del. Ka punë, është plazh, nuk del, ka që shumë të thjeshtë. Ka rëndësi jemi ne. Kemi koncert sot. Ua, qa mega luksi sot, një shfarë. Shikoj kanë lidhë dhe. Shikoj skena, shikoj kanë lidhë. E kanë lidhë këtu që ngili këtu. Qeni tërbum, është qeni tërbum. E bukur e kanë bërë, kanë qasas. Super sken. O kapter, ke shesh gjërimi sot. Kam po super shesh gjërimi sot. Mega lux. Qemi që kur t'vinë ato të rupja ne. Energia depois, mano. Dita 22.
Diga, është gërë diga tash. Është gërë diga atje. Ke Ramallari aty. Aty mlidhen. Ramallar, aty mlidhen njerëzit. Që ti fotografosh ti para se ti këtu. Edhe ti qisësh policat pastaj ti vejnë gjoba. Dashur miq, kontrolloni atë i Albanian. Çaj i Albania futuni ke posta shqiptare. Se ju kanë mbyt gjoba juve që vinin protestë. Nuk kanë vonë gjë gjoba. Që vojnë gjobë njoni Underi. Pseudonimi Underi. A i kishe vojnë gjobë Underi. Se një këmarë Underi. Edhe që bëjnë, vejnë gjobë edhe s'lemrën. Vejnë gjobë edhe s'lemrojnë që tysh borqa. Që të morin lek edhe me fajde. Shtetë që të merr lek me fajde, me fajde një. Stori të të fajde gji. Fajde, këto kanë cilë institucionet me fajde, imagjino. Se kështu lekët me fajde i kanë kështu to pa problem. Do edhe me lekë me fajde punoj. Ta për lekët dhe në i që kujë si bëjmë reklamë. Është kam i vejnë e gjopë për kërë. Që i thonë, financoti me zhurmën, e mysin me gjoba. Janë të me fare. Janë të me fare, me janë të papam fare, papam. Janë të dodi në rrët. Vend gjoba për qepës, një fare, ma këmur sistemi nuk. I meto qarqaf. Shoh huna, me pagu këposa, doli 1 metër doli e fatura. Se, gjithë të gjoba, ishë edhe fajder. Majnë fajder të, për vënesë. Po të që gjofone. Po ma e bukur është vetëm ku kam fitu protesta. Do patronazhistat. Ska dhe tem. Nuk kanë ku të shkojnë. Që kemi në përner, për në kemi ligjërisht. Se ka shkel ligjë. Poni kujdes, kontrolloni ato. Kontrolloni se mos keni gjoba. Edhe keni gjoba, mi postoni aty. Që të qovi motivacionin. Edhe se ka i kleçka aty punë VKM-je, ca e vejnë, ca se vejnë. Aty ke mund ishte njoni, a i kështë vonë atë VKM. Gjaqë se ka pa do të do me tonë unë hiki. Unë eci me 200 orë në për Tiranë. Edhe nuk marim do të mua ato. Edhe mbejnë gjobën. VKM-në aty me arsuetimin. Edhe i gjaja mregu me shtetin. Njoni që ishe pa shumë kopil me letra shtjesh. Dali. Dali. Po. Gjoni? Kurse 2 tjerë ishi kështu delitant. Se kështë bona të VKM. Nuk e di se do arsyetojnë ati ka më pëja, nuk e di. Ba jo mo, lermës dhe kritika, sot këna fest. Simon, jo sot me kritika. Se fillojmë me kritika ditë hone. Sot kemi fest, do festojmë. Do dalin artistat, do përdojnë. Amo kena dhe në bojmë. Ka 22 ditë pa ndju. Se shkojmë në shtëpi,
Shtrimi të vdekur. Lodhja. Tani e kuptova mu sa u lodhën këto. Këto ka më marrë në televizor. Të ranë përdiqme. Me qësa ato pojnë vetëm punën. Nëse ne e kena ndërturë me gjithë emocion. E folmja, e gjithë. Tani i kuptoj profesorat. Qavi kësim. Mani mend që t'ja mësuset në atoshin, në doli zëri me juve, në i qatë më shkrit, do zhë qatë më të unë. Me ne polqëm këtë ka, ne mojmë më në i gjëm, ne vetëm do shme nëzirë zonë, gjithim. Do të që ka e vështirë. Me polqëm, erdi uragani. Si sa të mirë janë me dashuri, janë dashuri në vete. Kajtë hajduka ju! Roma, Amerika! Komandant, ka dalë qitë pensionista tu. Kemo vota. Generatën Alfa dhe pensionistat i ke këtu. Ta shi, të vota më, do morë vetëm në të rokun të shi. Ja, erdhën. Tani ju që jeni në përshpia, keni parasysh ndisuni tani. Se unë des pura. Unë des pura. Nisuni. Mos rini në përshpia. Do të në mes to. To pensionista, to komandant, do të në mes. Do me të kap to. Hej, t'ju bëj pyetje. Ju generatës Alfa. Me pas ramën ku qaj boni? Ramën me pas tonë! Gjohë! Kapshin dhe lidhë që A e kuptonër, pensionista ty që du më fort. kapshin dhe lidhë që Ua. Da shumit, e du më pensionista të dhe. Dojnë dhe pensionista të lojtë ashtë. Hajde ju nga shpia, bashkoheni me grupit. Ec. Taulanti, Erioni, tigo elektorati, I pensionistat I ke këtu. Tashi keni vetëm patronazhistat, si do I ndani votat? Revolucion!
Pensionistën mbështesin gjeneratën Z dhe gjeneratën Alfa. Përshëndetje të shitëve, jemi në festës Godfather, qytetare që ka bërë Shqipëria demokratike. Dua të nis me një falënderim për punonjësit e medias, për punonjësit e terrenit, që nuk formojmë dot shoqëri, që nuk organizohemi, që nuk revoltohemi, dhe që nuk ja dalim dot të kohemi bashkë. Për 36 vjet na vodhën, na dhunuan, na rropatën, na la parësim dhe na quajtën kriminal. Ajo që ka ndodhur për 36 vjet u përbys në 42 ditë. Në 42 ditë shoqëria shqiptare doli në rrugë më shumë se kur, të gjithë të bashku në solidaritet. Në 42 ditë, shoqëria shqiptare tregoi se jo çdo popull meriton qeverinë që ka. Shoqëria shqiptare nuk e meriton Edi Ramo kryeministër. Në 42
shoqëri të re, një Shqipëri të re, pa hajduk në krye shteti.